Për sot kemi ardhur me një recet super të thjeshtë dhe me një shije fantastike, sidomos kur shoqërohet me pekmezin e dardhës. Nëpër video të ndryshme më komentoni shpesh, të lutem na jep ndonjë recet të thjeshtë dhe besoj se recet më të thjeshtë se kjo nuk ka. Dardhat e kopshtit, në rast se keni, mund t'i bëni një ëmbëlsirë të shpejtë dhe shumë praktike. Fillimisht do t'i qirojmë nga lëkura dhe më pas nga pjesa e farës në mes. I presim në feta të holla dhe do t'i vendosim me pak sheqer kokosi, kam përdorur unë, po ju mund të përdorni çfarë sheqeri të doni, mbi një letër kuzhine. I hedhim dhe pak sheqer sipër dhe do t'i mbulojmë me një pec foliata. Petën do ta shtypim pak me dorë dhe i vendosim për të pjekur 20 deri në 25 minuta në 160 gradë. I lëm që të ftohen para se t'i shërbejmë dhe t'i shijojmë sipas dëshirës. Ju përshëndes.